Ndonë se me prejardhje nga krahina e Hasit, Selman Musaj ka lidhje të thella me Mitrovicën, ku familja e tij jeton. Bashk me gruan dhe 3 djemtë e tij, ai është i njohur në qytet si një furtar i dalluar, një zanat që është trashëguar brez pas brezi në familjen Musaj. Për rreth 40 vjet, Selman Musaj ka punuar në Gjermani, por gjithmonë ka kontribuar në furrën familjare, e cila ndodhet në qendër të Mitrovicës. Furrën e kena pi babgjyshit, traditë familjare, edhe tash jam i ndalë për familje, se cile ka atë drejtimin e vetë, unë jam me fëmijë këtu që 32 vjetë me furrë që punoj. Po kjo ka qenë e mashme, po e kum rregullu prej temelit, edhe kum dasht me sukses me bon, si që përshijet pas të shtia nivel. Pikur se e kum qelë, pikur se i kum shti fëmijët vetë me punu, bamirësia të une nuk nalët, desat jam gjallë. Nuk nalët, kush është për bamirësi, mirë se vjen. Bukpjekësit përgatisin deri në 1500 pitalka çdo ditë, rreth 300 prej tyre shpërndahen për familjet në nevojë. Përveç në furrë, persona që ka nevojë për bukë falas mund ta marrin atë çdo ditë 2 orë para iftarit përmes një shtandi që Selman Musaj ka vendosur që nga fillimi i Ramazanit në një cep të rrugës Mbretëresha Teut. Pitalkat tona janë me traditë familjare, babgjyshe, katragjysh, se pika ma para adjektivin nuk e përdorim fare heq, e ko atë shijen e vetë, pitalk e prushit. Për që ata është e veçant pitalka e Ramazanit edhe gjithë, ton vitin qes, po për Ramazan e ko veçantin e vetë. E për ata e ko shijen e vetë, jam i knasht, se jam me familje punoj, jam shumë i sigurt shka punojnë, shka i urnajon, këta kanë me zbatu urnin tem. Edhe në përfundim në vjen mirë. Këta djalt e kanë procesin prej mikserit që gatujnë, në tabëll e punojnë, e qesin trak, edhe shtin komor për me ardhë buka. Edhe në përfundim piqet. Po sa i përket sasis, sa copë në ditje, që i qesim, shkojnë dhe 1500 copa, po dykun jam i knasht 200 dhe 300 copa jap për vullnetar, kush është për ndihma sociale, kush është, çka është interesun, është i mirë se ardhen dhe që aty e kumprum përfundimin që mi dhonë ton mujnë dhe ditën e Bajramit. Për pitalka është dhe për ditë Bajramit, po unë i kam edhe në regjistër që jap do familje buk sa ti në vitet, sa ka nevoj, jap edhe buk. Po për pitalka ke fjalla i jap për ton mujnë e Ramazanit, se sevap është, për mu është sevap. Edhe për gjithë konin, kush është i interesun, mundet në furrë, mundet pikën ku kum qita tjene, me marë sa ti në vitet e ti personi. Musaj bën thirrje edhe të tjerët, të cilët i kanë kushtet e mira ekonomike që t'u dalin në ndihmë familjeve në nevojë. Secili që ka biznes, pa marrë parasysh çfarë biznesi, është mirë, i kisha thonë gjithve që mundësia me konë se kem dvarfën, kem skamnore, kem me dhonë ka i pak ndihme, shumë mirë i shkonen, unë për vete i pare.
Familja Musaj gjatë gjithë vitit dhe veçanërisht gjatë festave ndihmon familjet me kushte të vështira ekonomike, duke ofruar ushqim, veshmbathje dhe ndihma të tjera. Kjo ndihmë nuk është e kufizuar vetëm në Mitrovic, por edhe më gjerë.